Tinguj që krijojnë atmosferë dhe dhurojnë emocione, jo në skenë, por në rrugë, është banda frymore e Fierit, ekziston prej 87 vitesh dhe nuk e ka ndërprerë aktivitetin asnjëherë. Konceptuar si orkestra me karakter ushtarak që shoqërojnë ngjarjet dhe eventet kombëtare, bandat frymore janë ndër institucionet më jetëgjatë në vend. E tillë është edhe banda e Fierit, në të cilën kanë marrë pjesë qindra instrumentistë në tërë dekada. Albert Gero është një prej veteranëve të kësaj bande. Unë jam një nga themeluesit e klasës së klarinetit në qytetin e Fierit. Kam filluar që në klasë 5 me të ndjerin profesor Arkele Dokon në shkollën e muzikës Ando Zoza, lagje konferencë e pesës. Ishim të vegjël, filloi si një lojë, pastaj hym në klasën e klarinetës, u poqim, u bëm diçka dhe në vitet 74 marr pjesë në orkestrën frymore të qytetit Fierit, pra në bandën e qytetit. Ishte themeluar ndërkohë banda? Ana ishte krijuar që në vitet 53 me shumë pjesëmarrës të tjerë fierak. Atëherë banda kishte një formacion shumë të madh, ishim rreth 35 veta, ne ishim kalamajt e parë të bandës. Themeluar në vitet 1930, banda e Fierit po përballet me sfidën e largimit të instrumentistëve. Vjen çik për të ardhur keq, sepse sa vjen edhe instrumentistët e bandës janë larguar. Janë larguar, bie niveli, nuk ka tunç. Tani që po flasin, kemi muzikantë të vjetër në bandën e Fierit? Kemi në bandën përveçme, po, kemi, është zoti Ilir Bele, Krista Klena, këta më të vjetrit Barja Matia, Destani. Ne përpiqemi që në çdo eveniment të ngjarjes të qytetit tonë të marrë pjesë banda. Banda ka instrumentistë, ka klarineta, ku shumica e nxënësve të klarinetës që bien dhe klarinetës dhe saksit janë nxënësit e mi, në kuptimin e mirë të fjalës, jo sepse kanë studiuar në shkollën e Jakov Zoza, kanë bërë dhe Akademinë e Arteve. Pastaj kemi trompa, 3 trompa, kemi perkusion, kemi fagot, flaut, sakse, janë të gjithë kuadro që janë të arshëmuar. Pra, bandë frymore do të thot me instrumenta frymor. Bandë frymore do të thot me instrumenta frymor, por duhet dhe tunxhi. Ne s'kemi vetëm një trombon, kemi dhe është vjen për të ardhur keq. Tingëllon klishe, por pasioni është forca që mban bashkë këtë grup muzikantësh, më tepër se shpërblimi monetar. Një orkestër që s'ken ka sheshet e qyteteve, kurse repertor ngjarjet historike. Pse vazhdoni ju të qëndroni? Mirë, ti je profesor i vjetër. Ka edhe zotërinj të tjerë që janë të vjetër. Po. Vazhdoni të qëndroni ta mbani bandën. Çfarë arsye? Është pasioni është kryesori. Vlera monetare po more shumë lek do ha shumë. Kështu që më mirë është pasioni. Pra, një artist që ngjitet në skenë dhe që performon në skenë, pret për duartrokitjet e publikut. Po ju nuk performoni në skenë. A i merrni duartrokitjet? Po dhe në skenë kemi performuar. Po kryesisht jeni një Patjetër, ndalojnë njerëzit dhe shikojnë bandën. Shikojnë uniformën, shikojnë timbrin, shikojnë rregullin, disiplinën, se kjo është gjysmë ushtarak. Pra ju e merrni atë satisfaksionin e artistit? Patjetër që e marr. Njësoj si ai që del në skenë? Emocioni është i njëlloj, si në skenë edhe jashtë saj. Orkestra frymore e Fierit ka në përbërje të saj 27 instrumentistë që prej vitit 2022 çdo 24 dhjetor realizon koncertin e Krishtlindjes, për të cilin instrumentistët përgatiten për gjatë gjithë vitit. Ju jeni pjesë e çdo eventi të qytetit, qoftë ai themi patriotik, kulturor, apo edhe ngjarje. Cila është ngjarja më e rëndësishme? Ju po përgatiteni për çfarë tani? Neve për plus 5 maj që bëjmë pjesë me bandën, festave të ndryshme në Roshkovet, në Sheqmarinas, kemi koncert për festat e nëndorit. Eventi më i rëndësishëm është festa e Krishtlindjeve. Pra është nata e pa harruar edhe atë të Pashkëve që na merr me kishën.
Dhe për këtë ne përgatitemi gjithë vitin. Gjithë vitin? Gjithë vitin përgatitim për një koncert? Për një koncert, po është instrument frymë, nuk i bie çdo kush instrumentit frymës. Janë çik njerëz të zgjedhur. Njerëz që ikin me vrap ikin shumë njerëz, po këtu do punë. Do punë dhe do përqendrim dhe do unifikim. Se janë 22-23 instrumenta që duan bërë gjithë bashkë. Që të koordinohen për të nxjerrë atë pjesë. Për të nxjerrë pjesën. Sa pjesë do të luhen në koncertin e Krishtinës pra? Në koncertin e Krishtinës do të luhen rreth 10 pjesë. 10 pjesë me nota festive apo jo? Nota festive dhe me notat e Krishtinëve. Kështu që është një përgjegjësi e madhe. Vazhdimësia e bandës frymore të Fierit lidhet edhe me ekzistencën e shkollës artistike Jakov Xoxa, ku janë përgatitur breza të tërë instrumentistësh.